Përshëndetje miq! Jam shumë entuziazmuar të flasim sot në lidhje me një temë shumë interesante. Di që temë shumë interesante për çdo temë, por kjo në fakt vërtet është një temë që më pëlqen shumë dhe mendoj që është shumë e rëndësishme, sidomos për të gjithë ju që përdorni teknika të ndryshme manifestimi. Të dini këto ligje që ne do të ndajmë në këtë video është vërtet shumë e rëndësishme. Pra do të flasim në lidhje me ligjet universale, ligjet e universit, por në këndvështrimin metafizik apo shpirtëror. Sepse ligjet shkencore vërtet tregojnë se si universi operon apo funksionon, ndërsa ligjet metafizike dhe shpirtërore tregojnë më tepër se përse ndodhet gjitha kjo. Sot ka ardhur një mik i Zenit, vjen shpeshherë dhe janë miq të mirë, pak të nuk mërziten dhe qëndrojnë me njëri tjetrin. Okej. Pa u mbërkolet fillojmë me ligji numër 1, që është ligji i të qenurit të gjithë një. Pra ligji që tregon që ne nuk jemi të ndarë nga njëri tjetri, ne nuk jemi të shkëputur nga njëri tjetri. Ne jemi të gjithë një. Sepse shpeshherë ne tentojmë të shikojmë për shembull veten tonë të ndarë nga të tjerët. Dhe kjo pastaj ka lënë në një sens egoistik, që ne mendojmë vetëm për veten, dhe ka lënë në një sens që ka njerëz që mund të lëndojnë të tjerët, ka njerëz që mund të marrin prej të tjerëve, por ne harrojmë në fakt që ne jemi të gjithë një. Dhe vërtet jemi për shembull si mund ta shpjegoj, pra pasurimet të ndryshme apo personalitetet të ndryshme mund ta marrim të vetes son, në reflektime të ndryshme, sepse ne kemi ardhur këtu që të eksperimentojmë, të zbulojmë më tepër rreth vetes son, por edhe të ndihmojmë këtë veten tonë një që të marrë sa më shumë njohuri. Dhe si mund të marrë kjo vetja jonë sa më shumë njohuri? Duke provuar gjëra të ndryshme, duke qenë gjëra të ndryshme, duke provuar pasione të ndryshme, e të tjerë. Dhe për këtë synim, ne jemi për shembull njerëz të ndryshëm, në kuptimin që jemi të shpërndarë nëpër trupa të ndryshëm. Por ne jemi të gjithë një, dhe sa më shumë ne të fokusohemi te kjo, aq më mirë do të ndihemi, aq më në paqe, në harmoni me të gjithë do të jemi. Dhe aq më shumë të bekat do të jemi në këmbim, sepse ne, nëse duam më të mirën e tjetrit, duam më të mirën tonë. Ama nëse i bëjmë keq tjetrit, jemi duke i bërë keq vetes, kështu mund ta mendojmë. Ligji numër 2 është ligji i vibrimit. Ne kemi folur në për video, nëse ju keni ndjekur disa prej tyre, sepse janë të ndërlidhura të gjitha, sidomos në videot e manifestimit, janë shumë të ndërlidhura. Ligji i vibrimit thotë që ne tërheqim me vibrim, dhe gjithçka ka një vibrim të caktuar, çdo lloj gjëje. Njerëzit kanë një vibrim të caktuar, sendet kanë një vibrim të caktuar. Çdo gjë është energji dhe vibrim. Dhe nëse ne kuptojmë këtë fakt kaq të thjesht, ne më pas mund të arrijmë që të manipulojmë vibrimin ton që të jetë në të njëjtin vibrim si diçka që ne duam të manifestojmë, dhe duke qenë në të njëjtin vibrim, këto valë për shembull do të takojmë me njëra tjetrën, apo do të jemi në të njëjtin nivel që ne të arrijmë që të takojmë manifestimin ton. Sepse nëse ne duam diçka, por ne jemi këtu, manifestimi jonë është këtu. Në momentin që ne për shembull e duam të manifestim, dhe ju thoni përse nuk më erdhi, manifestimi juaj është aty, por ju nuk jeni aty për ta takuar. Dhe këtu hyn shumë në punë ligji i vibrimit që na ndihmon që ne të vërtet mund të duam për shembull diçka që është shumë herë më lart se sa vibrimi jon tani, diçka shumë herë më të bukur. Dhe nuk ka asnjë gjë të gabuar këtu, është një gjë shumë e bukur madje. Por duhet jemi të aftë dhe të gatshëm që të punojmë që vibrimi jon të jetë në të njëjtin nivel me këtë gjë që ne duam. Dhe sigurisht që këto ligje të universit po e sqaroj që nuk është se funksionojnë në momentin që ju mendoni të bëni keq dikujt, sepse do t'ju kthehet bumerang, edhe nëse funksionon. E mira e të mirave është që ne të kemi dashamirësinë e të gjithëve, prandaj filloj dhe me ligjin numër 1 që ne jemi të gjithë një. Mos mendoni t'i bëni keq dikujt për të fituar për vete, sepse nuk po bëni ndonjë punë të madhe. Po i merrni vetes fundja. Por nëse ne mendojmë për të mirën e të gjithëve dhe të paktën çdo gjë që ne bëjmë, ta kemi ndërmend që nuk po i bëjmë dëm askujt,
Kjo është më e mira të mirave. Dhe gjithashtu do të shtoja që tek ligji i vibrimit, edhe mendimet tona, besimet tona, ndjesitë tona kanë vibrim të caktuar dhe këto ne mund të na ndihmojnë që ne të arrijmë këtë lloj vibrimi të manifestimit tonë. Dhe prandaj hyn shumë në punë dhe afirmimet që janë shumë të vlefshme. Unë kam përgatitur afirmime, faleminderit për gjithë që më keni komunikuar, por nëse ju nuk e dini, kam përgatitur afirmime në lidhje me nevoja të ndryshme që mund të keni, personale specifike, apo edhe në përgjithësi në lidhje me çakra të ndryshme që mund të ndjej që mund të keni një bllokim të caktuar. Mund të më kontaktoni në email dhe do t'ju dërgoj afirmimet dhe shpresoj vërtet shumë që të ndihmoj me to. Dhe sigurisht me manualin përkatës se si mund t'i përdorni. Duke kaluar tek ligji i tërheqjes. Është pak a shumë një lloj si ligji i vibrimit, por në aspektin që ne tërheqim me energji. Kur i thonë mira tërheq të mirën apo ne tërheqim atë që ne jemi. Pra është e njëjta gjë si me ligjin e vibrimit, sepse unë ndoshta i ndërthura pak të dyja, që ne duhet të bëhemi ajo që ne duam të kemi. Ne duhet të bëhemi ky person që ne duam të jemi. Nëse ne duam të dukemi në një farë mënyrë apo të jemi një farë personaliteti dikush i caktuar që ne shohim veten tonë dhe e vizualizojmë, ne duhet të fillojmë dhe të bëhemi si ky person që ne duam të jemi. Dhe si mund të fillojmë të bëhemi? Është shumë e thjeshtë. Për shembull, nëse shikoni e vizualizoni veten me një farë, për shembull me kostum të bardhë. Ju personalisht nuk visheni me kostum, vishni veshje të thjeshta sportive, vishni veshje të thjeshta. Që mund të ketë personaliteti juaj aktual. Por ju doni të jeni ky personalitet që ndoshta është biznesmen apo biznesmeni, që ndoshta ka një lloj profesioni specifik. Dhe nuk po them që nëse ju det mundësia, aq më mirë sepse po e manifestoni dhe filloni këtë pozicion. Mos mendoni që s'jeni gati, sepse edhe sikur shtyjeni atë frikën e fillimit, gjithmonë ka frikë në fillim, edhe sikur ju t'jeni 100% gati, sepse nuk do t'jeni kur gati, dhe gjithmonë këtë frikën e fillimit mund ta shtyni tej dhe t'i besoni vizionit tuaj. Por nëse ju nuk e keni këtë pozicion specifik apo s'ka lidhje fare me pozicionin, thjesht merrni një kostum. Huazojeni ndoshta për një ditë nëse se merrni dot, sepse mund të jetë kostum shumë i mirë. Apo thjesht provoni diçka të ngjashme, vishni një këmish, vishni një xhaketë. Dhe mundohuni që dita ditës të ecni si ky person. Si do të ecte ky person që unë po shikoj? Dhe ecni. Si do të vishej? Çfarë fjalësh do të thoshte? Si do të komunikonte? Me cilët persona do të qëndronte ky person? Çfarë ritualesh apo çfarë zakonesh do të kishte në mëngjes, në drekë, në darkë, çfarë ushqimesh do të konsumonte? Dhe papritur, pas një farë periudhe të gjatë apo të shkurtër, për secilin është e ndryshme, ju do të shikoni që ju jeni ai person. Por sa më shpejt ju të filloni me këtë ndryshim, aq më shpejt do të jeni. E vetmja gjë që ju vonon ju për ta marrë këtë lloj manifestimi, personalitet të ri, pozicion pune të ri, është frika, mosbesimi, pra që ju nuk e besoni, por dhe nëse nuk e besoni në fillim, nëse ju e bëni për një farë periudhe, do ta besoni, s'keni ç'bëni, dhe fakti që ju nuk filloni sepse mendoni që nuk jeni gati. Këto janë tre më kryesore që ndoshta ju nuk ju lejojnë që të keni çfarë të doni të keni. Ju mund të keni gjithçka sot, këtu dhe tani. Është shumë e thjeshtë, po ta mendoni në këtë lloj këndvështrimi. Është tani që po më vjen një shembull shumë i bukur si fëmijët. Nëse ato, për shembull, e shohin veten e tyre si një princesh apo si një zan apo si një çfarë do që mund ta shohin vetë fëmijët, nëse ato vishen dhe marrin këto kostumet e bukura, ato vërtet e mendojnë që janë të tilla dhe janë magjike, janë të mrekullueshme. Është e vërtet dhe funksionon, kështu që ndoshta ne duhet të kemi më shumë në fokusin ton fëmijët si udhëzuesit tanë. Personalisht un kam fëmijën tim të vogël. Veten time kur isha e vogël, si frymëzimin tim më të madh. Sigurisht dhe veten time se ku dua të jem, ndoshta veten time të ardhme, por vetja ime e vogël më ka motivuar dhe më motivon, vazhdon më motivon edhe sot e kësaj dite. Dhe më bën të ndihem shumë emocionuar dhe ndonjëherë dhe lënduar për disa gjëra specifike që kam patur mundësi dhe t'i punoj, por që vërtet ndonjëherë fëmijët na motivojnë shumë, sepse për ta gjithçka është e mundur.
Dhe ne teksa rritemi fillojmë dhe vendosim shumë kufizime që nuk janë të nevojshme as pak. Dhe mendoj që fëmijët, vërtet, nëse ju keni shansin që të qëndroni pranë fëmijëve, apo keni fëmijë, apo keni një përmbesa, ju fusin në një botë magjike, shumë të bukur, plot ngjyrash, gjithçka është e mundur, dhe jetojnë në mirëqenie të plot, duke kaluar tek ligji i shkakut dhe i pasojës. Gjithmonë ka një shkak dhe një pasojë për gjithçka. Dhe po ta mendonim, nëse juve nuk ju pëlqen kjo situatë që ju keni aktualisht në jetën tuaj, ndoshta duhet të shikoni shkakun. Dhe shkaku është ndoshta mendimet tuaja, besimet tuaja, që ju varet se si mund ta besoni veten, që ju besoni që nuk ka për të gjithë, që ju besoni që për shembull nuk mund të bëni para në një mënyrë të thjeshtë, por besoni që duhet të punoni shumë që të keni shumë para, apo besoni që parat janë vetëm për një numër të kufizuar njerëzish dhe jo për ju. Të gjitha këto besime janë shkaku. Dhe pasoja është ju që jeni në këtë moment dhe që nuk keni ato që dëshironi. Pra gjithmonë ka një shkak dhe një pasojë. Për çdo gjë. Madje edhe për gjërat që largohen në jetën tuaj, ka një shkak universal. Dhe ky shkak është shumë herë më i thellë se sa ju mund të mendoni, sepse energjia universale mund ta mendoni kështu, sheh më shumë gjëra se sa ju për veten tuaj. Dhe sigurisht që nëse ju keni bërë vetë mirë, dëshironi më të mirën për ju. Dhe për të gjithë në fakt, por që ne marrim atë që ne mbjellim, si thua. Pra nëse ne mbjellim një far misri, mos pretendoni të dalë grur aty. Misër do dalë. Sepse misër kemi mbjell apo jo. Pra nëse ne mbjellim dashuri, lumturi, paqe në botë apo tek të tjerët, ne do të marrim po të njëjtën gjë si Filiz që del dhe mbin. Por nëse ne mbjellim emocione të tjera negative, çfarë prisni ju nga të tjerët? Të njëjtën gjë, sepse ata thjesht po pasqyrojnë këtë Filizin që ka mbirë për ju. Dhe kjo pastaj lidhet edhe me këtë pjesën e karmës, që besoj duhet ta dini që ne marrim atë që ne japim. Pra një gjë si pjesa e bumerangut që ne përmendëm. Ligji i korrespondencës, që në fakt ne e cekëm pak, sepse gjitha këto po ta shikoni janë të lidhura me njëra tjetrën. Ligji i korrespondencës thotë që realiteti i jashtëm apo njerëzit apo çdo gjë që ne kemi dhe që ndodh në jetën tonë është një pasqyrë e vetes sonë të brendshme. Dhe çdo lloj reflektimi ndaj të tjerëve tregon për diçka që ju nuk e keni punuar në veten tuaj. Nëse ju frustron diçka e dikujt, do thotë që ju frustron një pjesë e vetes suaj, që nuk e keni pasqyruar. Është si të thuash, po shikojmë në pasqyrë dhe më frustron, për shembull, parku im i shëndosh apo nuk e di çfarë mund të jetë. Është diçka që ju s'keni punuar që këtë park, për shembull, nëse ju frustron, ju mund të bëni ushtrime dhe shumë bukur bëni një bark që juve ju pëlqen dhe kur shiheni në pasqyrë, juve ju pëlqen reflektimi. Kjo është një njëjtë gjë. Ose bëni paqe me barkun tuaj dhe duajini barkun tuaj kështu siç është, ose filloni të ndryshoni dhe reflektimi në pasqyrë sigurisht do ndryshojë sepse pasqyra thjesht ju reflekton ju. Kështu mund t'i mendoni njerëzit me gjithçka që ata bëjnë, realitetin me situatat e ndryshme që ndodhin, që ndonjëherë ndoshta nuk shkojnë siç duhet. Ama dhe kjo e ka një shkak, pra lidhemi me ligjin e shkakut dhe pasojës. Ligji i polaritetit. Ne vërtet tham që jemi një. Dhe kur jemi një, jemi në balans, por ndonjëherë polariteti, pra kjo pjesa e të bardhës dhe të zezës, është si çështja e yin yang, na ndihmon ne që nëpërmjet kontrastit ne të zbulojmë vlerën e secilës apo peshën që ka secila. Sepse nëse nuk do të kishte për shembull të keqe, ne nuk do të dinim se ç'është e mira. Nëse nuk do të kishte zën ka zemërim, nuk do të dinim se çfarë është lumturia. Nëse nuk do të kishte për shembull lëndim, nuk do të dinim çfarë është dashuria, e të tjerë. Pra, janë këto kontraste që ne na bëjnë që të dallojmë të bardhën nga e zeza. Dhe çfarë simbolike shumë e bukur që në fakt bluza ime është bardhë zi gjithandej. Është një bluzë që e kam stiluar vetë.
Dhe është pak e se çuditshme sepse të gjithë më thonë që e ke veç mbrapsht, po në fakt është thjesht mënyra se si është qepur, që mua më pëlqen shumë kjo pjesë, që në fakt e bën të duket sigur është mbrapsht, por në fakt është parç. Nëse se do pak jashtë teme, por është ideja që nëpërmjet kontrastit ne mund të zbulojmë vlerën e secilës. Ligji i ritmit apo i cikleve të ndryshme. Sa më shpejt ne ta kuptojmë mënyrën se si natyra funksionon nëpërmjet cikleve të saj, stinët, gjethet që lindin dhe pastaj bien dhe dalin të tjera, lulet, e të tjerë, ne kuptojmë se si të navigojmë më mirë jetën tonë të lumtur, në paqe, me këto cikle të ndryshme, sepse janë ndonjëherë, nuk do të thënë të pashmangshme, sepse çdo gjë është e mundur, por ndonjëherë ja vlen që të përjetosh për shembull stinët e ndryshme dhe t'i shijosh në maksimum. Sepse ç'kuptim do të kishte pranvera, nëse ne nuk do të kishim të dimrin, pa gjethe, të ftohtë. A i keni vënë se sa shumë shijon pas dimrit kjo pjesa e ajrit të freskët, e diellit që shkëlqen, e luleve që çelin dhe vjen një aromë shumë e bukur. Domethënë po të mos ishte është prap e ndërlidhur me ligjin e kontrastit që po të mos ishte kjo mënyrë se si shkon çdo lloj stine dhe çdo lloj cikli, nuk do të kishte kuptim asgjë, mendoj unë. Dhe kjo mund lidhet me faktin që të punoni me ciklet, si për shembull dhe me ciklet e hënës, që të dini që hëna e plot është për manifestim apo thjesht për çlirim, varet se çfarë dëshironi ju, apo të manifestoni çlirime të ndryshme. Dhe hëna e re është për fillime të reja, dhe të punoni me këto cikle, apo thjesht të punoni me ciklet energjetike, pra që ta ndjeni, në momentin që e ndjeni që duhet pushoni. Kjo është e rëndësishme. Dhe në momentin që e ndjeni që duhet veproni, mos keni frikë, por bëheni pa u menduar. Dhe kjo na lidh shumë bukur me ligjin e energjive të ndryshme që ne kemi folur, energjia femërore dhe maskullore, që ne i zotërojmë të dyja, pra i kemi të dyja, sepse fjala zotërojmë, nuk e di, nuk më pëlqen aq shumë. I kemi që të dyja. Dhe duhet të mësojmë se si të dim kur të jemi në energjinë tonë femërore, në energjinë tonë që të marrim informacione, të marrim të ndjehemi mirë, të marrim dhe dhurata ndonjëherë apo ndihmë nga të tjerët. Të shndrojmë dhe të dim kur duhet të ulemi mbrapa dhe të pushojmë dhe të manifestojmë duke magnetizuar drejt nesh. Dhe të dim në momentin e dur dhe në kohën e dur, kur ne të veprojmë, kur ne të ndajmë për shembull këto informacione, kur ne të hapim këtë lloj biznesi, kur ne të fillojmë të veprojmë në një punë specifike e të tjerë. Apo të themi diçka që kemi kohë që po e mendojmë, po reflektojmë. Ka mënyra nga më të ndryshme se si kjo më të manifestohet dhe të përkthehet. Ligji i transmutimit, transmutation, apo ligji i transformimit, por transformimi është tjetër gjë nga transmutimi. Transmutimi ndihmon që diçka, për shembull, si thua, një gur ta ktheni në flori. Pra ta ktheni diçka nga ajo që është, transformimi lidhet me metamorfozën, lidhet me, për shembull, fluturën që kalon nga një larvë në një flutur. Ndërsa transmutimi lidhet me faktin që ju diçka nga një vlerë që mund të jetë një vlerë ose një emocion shumë negativ, ta kaloni në një emocion shumë të bukur. Pra dhimbjen ta ktheni në dashuri. Pikëllimin ta ktheni në forcë, në kurajo, e të tjerë. Pra ta ktheni këtë gjën e keqe që ju ka ndodhur, një situatë traumatike, në një situatë, në një bekim për ju. Një bekim sepse ju ka mësuar, sepse çdo gjë ka një shkak, një pasojë, sepse ju keni parë reflektimin tuaj këtu dhe keni ndryshuar, dhe këtu ndërthuren të gjitha bashkë, dhe prandaj është një bekim. Dhe nëse ju arrini ta bëni këtë në jetën tuaj, çdo gjë do të jetë shumë herë më e thjeshtë. Dhe së fundmi, ligji i kohës perfekte universale. Edhe këtë besoj se e kam cekur pakës tek një video, në mos gaboj, që ne kemi kohën tonë specifike të trupit tonë, kohën tonë biologjike, si thuash, që ndoshta funksionon e ndryshme në lidhje me njerëz të ndryshëm që ne i bëjmë punët ndryshe, disa pak më i bëjnë më avash, disa i bëjnë më shpejt, disa bëjnë shumë punë në një orë, disa bëjnë më pak,
Dhe ciklet e gjumit janë të ndryshme për njerëz të ndryshëm, flen herët, zgjohen herët, flen vonë, zgjohen herët. Flen vonë, zgjohen vonë. Flen ditën se punojnë natën. Pra ciklet janë nga më të ndryshmet. Apo mënyra se si ne ushqehemi varet nga ora biologjike e trupit tonë, ndoshta që ne kemi kohë të ndryshme se kur organizmi është më i ndjeshëm ndaj ushqimeve dhe kur mund të konsumojë dhe mund t'i tresë më mirë. Dhe ne duhet ta kuptojmë këtë për veten tonë. Nga ana tjetër, ka një kohë, si për shembull koha kur planetet rrotullohen, që ne arrim ta masim, por që ndonjëherë kjo është paksa absurde si thua, por që nejse shkencëtarët bëjnë punën e tyre që masin këto gjëra, apo mënyrën se si sa shpejt udhëton drita e të tjerë e të tjerë. Por ka edhe një kohë universale që është përtej të gjitha këtyre dhe matjeve shkencore ndoshta, që nuk funksionon fare ashtu siç mendja jonë mund ta mendojë. Pra, çfarëdo gjë që ne mund të mendojmë, nuk është asnjëra prej tyre. Është diçka që mendja jonë nuk e mendon dot. Dhe funksionon në mënyra nga më të magjishmet, që nuk ka lidhje fare, sepse koha është, po ta mendoni, është thjesht kjo. Nuk është se ka një fillim, fund, mbarim siç ne mund ta mendojmë, siç ne për shembull këtu e mendojmë dhe shkencëtarët arrin të përllogarisin. Por koha universale është një. Dhe funksionon me këto ligje të ndryshme që, për shembull, nëse ne e cekëm paksa, nëse ne bëjmë vibrimi i duhur i kësaj gjë që ne duam, këto gjë të ardhmes ne mund ta tërheqim këtu dhe tani. Pra kjo, në perceptimin ton, jeton në të ardhmen. Dhe ne duhet të kalojë vite që të shkojmë aty apo jo. Por ne, duke punuar me këto ligjet universale, e tërhoqëm këtë gjën e të ardhmes, të vizion, këtë realitet, këtu dhe tani. Dhe madje ne mund të tërheqim diçka të së shkuarës këtu dhe tani. Një energji të së shkuarës, të fëmijës son të vogël që kur kemi qenë i vogël për shembull. Apo shkon edhe më tej se kaq, por kaq po ndaj me ju tani, sepse nuk dua t'ju konfuzoj më shumë. Sepse lidhet më pas dhe me jetë të ndryshme. Por kjo është një shembull shumë i mirë që tregon që koha është një dhe e tëra dhe nuk është se ka fillim, fund, mbarim, dhe çfarëdo lloj gjëje që ne duam, ne mund ta tërheqim këtu dhe tani. Nga ana tjetër, koha perfekte universale lidhet me faktin që çdo gjë në kohën dhe në momentin e duhur, pra themi të duhur, kur duhet të ndodh, është një bekim dhe ashtu duhet të ndodh për një arsye specifike që prap mendja jonë nuk e kupton. Pra ka raste që nëse ne na ndodh një situatë traumatike, dakor, ndodhi, ne nuk e kuptojmë pse ndodhi, apo një zënk, apo diçka që ne nuk na pëlqen. Ne se kuptojmë pse ndodhi. Ama vetëm në kohën dhe në momentin e dur, pasi kalojmë disa kohë, ne e kuptojmë që kjo gjëja pas ka qenë një bekim për ne. Apo ne nuk vepruam në një lloj gjëje dhe u mërcitëm shumë sepse na u duk sikur na humbi mundësia e jetës dhe nuk do të bimë kurrë kjo mundësi. Nga ana tjetër, nëse kalon pakës kohë, sepse ne sigurisht po jetojmë jetën në këtë lloj kuptimi, pra në një sens linear, ndërkohë që gjithçka është ashtu siç është, por ne zëm se jemi në këtë sensin linear dhe kur kalon kjo koha, ne e kuptojmë që ky drejtim që ne s'morëm, kjo gjëja që ne s'bëm, ishte një bekim sepse na mbrojti nga diçka që ne nuk e shohim dot. Dhe ka raste që ne ndoshta se kuptojmë kurrë, sepse kjo kohë universale, nëse ne i dorëzohemi asaj, si thuash, mund të na mbrojë nga gjëra që ne nuk i shohim ndonjëherë që mund të jenë kërcënim për ne. Nga gjëra që s'do ta dinim kurrë se si të mbroheshim, por kjo kohë universale di se si ti rregulloj gjërat për të gjithë. Për më të mirën e të gjithëve, jo vetëm tonën, dhe çdo kush të dalë i fituar. Prandaj ndonjëherë është e mirë që t'i dorëzohemi kësaj kohe, sa të shumë mos bëj sens, kur ta ndijmë që është koha për të pushuar të pushojmë, dhe kur ta ndijmë që është koha për të vepruar të veprojmë. Edhe sikur mendja të gjejë 1000 arsye pse ne duhet të bëjmë diçka, sepse dukemi si përtac në atë moment, apo sepse ne nuk duhet veprojmë, sepse jemi gati, kemi frikë në momentin tjetër. Mendja ndonjëherë duhet bërë ose thjesht dëgjojeni, respektojeni, ose thjesht ulani zërin dhe un kam një teknikë shumë e bukur që përdor shpeshherë që vizualizoj sikur është një radio. Dhe sikur ja ul zërin, e keni parasysh që ka edhe atë që ndron kanalet, shpeshherë përdor pjesën që ndron kanalet dhe
Nëse nuk më pëlqen kjo gjë që mendja ime po më flet, e ndroj kanalin dhe e çoj diku tjetër, në një frekuencë më të lartë. Sepse edhe radioja ka frekuenca apo jo, me hertz. Dhe për shembull nga 87.5 Hz, unë e çoj 1000 e ca Hz, sepse dua një frekuencë më të lartë, dua diçka më të bukur në mendjen time dhe në frekuencën time. Sepse mendja atë pun ka, radioja atë pun ka, do t'jap valët që po merr. Ne mund të marrim val nga njerëz të ndryshëm, nga resurse, kur jemi me njerëz, kur jemi jashtë ka shumë individ apo marrim sinjale nga çdo gjë dhe këto janë si val. Por nëse ne nuk i duam, ne mund të ndryshojmë kanalin ku jemi. Apo thjesht ndonjëherë kur duam të pushoj, ti ulim zërin, çdo lloj kanali dhe thjesht të shndrojmë me veten tonë. Do të ishte një gjë shumë e bukur, po ta provoni, unë e kam provuar dhe vërtet më ndihmon. Ju mund të keni edhe ndoshta mënyra të tjera, por është ideale nëse ju doni të provoni. Për ta përmbyllur, këto ishin ato që unë doja të ndaj me ju, shpresoj që ju keni ndihmuar sa më shumë dhe jam e hapur ndaj pyetjeve, ndoshta nuk u thanë të gjitha. Unë thjesht thash ato që unë ndjeva e udhëzuar të ndaj me ju. Thjesht sa për të kuptuar këto ligje dhe për ta kuptuar që të punoni me to ju ndihmon në përditshmëri, në jetë, të manifestoni diçka, ju ndihmon të jeni më të lumtur, në paqe, ju ndihmon të bëni si pro të realitetit tuaj dhe të dini të merrni çfarë doni në fund të ditës dhe të dini se si të bëni një rrugtim. E keni parasysh kur bëni një rrugtim me makinë dhe është shumë i bukur, ju dini ta ngisni makinën, por nuk fokusoheni aty, fokusoheni të shijoni rrugën. Pra, këto ju ndihmojnë këto ligje që ju të mësoni, të shijoni këtë rrugtim, jetën tuaj, situatat e bukura dhe të këndshme, dhe të dini të zgjidhni rrugën më të mirë, pa gropa. Dhe të shijoni diellin, panoramën e të tjerë e të tjerë. Shumë faleminderit. Jam shumë e lumtur për gjithë ju që jeni në këtë pjesë të videos, se më vlerësoj shumë, edhe për gjithë ju të tjerë që i dëgjoni videot e mia dhe që bëni subscribe dhe që më shkruani në emailë. Nuk e keni idenë se sa shumë do thotë kjo për mua dhe jam shumë e lumtur të jem pjesë e këtij komuniteti së bashku, ku ndajmë mendimet tona dhe t'ju ndihmoj sa më shumë sepse jam këtu për ju, fundja për të ndihmuar në rrugtimin tuaj, të navigoni sa më bukur jetën tuaj, të shëroheni nga plagë të ndryshme. Dhe thjesht të keni një mik apo një mikesh, në këtë rast, që ju kupton për çdo gjë. Mirupafshim, shihemi në videon tjetër.